jo se një kriminali që përshkruan akt akuza, pjesën më të madhe të jetës ime e kam kaluar i udhëhequr nga bindja se qenjet njerëzore meritojnë të jetojnë në liri. Ndodhem në vitin tim të 16 të burgimit, vetëm se luftova për liri pavarësinë e popullit tim. E përmes jush përshëndes po ashtu gjithë qytetarët e Kosovës që dje e festuan pavarësinë e tyre, qytetarët që jetojnë dhe në liri, në pavarësi dhe me drejtësi. Qëndroj sot këtu para jush të nderuar gjyqtar, jo se një kriminali që përshkruan akt akuza e prokurorisë, por si një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinitet njerëzor, nga një popull ose në një popull që refuzoi që të zhdukej nga politikat e krimit dhe të gjenocidit të Serbisë. Pjesën më të madhe të jetës ime e kam kaluar i udhëhequr nga bindja se qenjet njerëzore meritojnë të jetojnë në liri. Pas ma shumë se 5 vitesh burgim të padrejt dhe sipas mendimit tim të panevojshëm, angazhimin tim politik dhe jetësor për jetë e liri jam angazhuar që heret. Dhe për të dhënë një rrëfim të vërtet të luftës sonë për pavarësi kundër politikave të persekutimit dhe të gjenocidit të regjimit serb, të cilat sollën vujtje dhe shkatrim të papar për popullin e Kosovës. Për më shumë se 5 vjetë, besoj se me janë mohuar të drejtat e njeriut të garantuara nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut dhe lirit themelore. Ndërto, më rëndësishme është e drejta për të jetuar në liri, veçanërisht e drejta e një njeriu në fazën e fundit të jetës e tij për të jetuar vitet e mbetura me dinjitet pranë familjes dhe në ardhëm në lirë. Kjo me është bërë pa i shkaktuar pa drejtësi askujt, pa ja rrezikuar jetën asnjë njeriu të vetëm. Përkundrazi, kam rrezikuar jetën time jo vetëm gjatë luftës qërimtare, por që nga vitet 1972-73, se bashku me familjen tim, me bashkëkombasit e mi, me bashkëshatarët e mi, në besimin se errësira e padrejtësisë do të thyhej me agimin e shpresës. Kjo është arsyeja pse u angazhova për shërim dhe barazi për të gjithë. Theksoj veçanërisht periudhën pas 11 qershorit të vitit 1998, kur dola hapur me emrin tim të plot dhe pa maskë si zëdhënës i UÇK-s.
rreziqet ishin të jashtëzakonshëm, por nuk u shqetësova për sigurinë time, sepse me udhëheqte përkushtimi im ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe armërisë së tyre. Sot ndodhem në vitin tim të 16 të burgimit, vetëm se luftova për liri pavarësinë e popullit tim. Thash në vitin e 16, se 10 vite e më tepër burg i kam kaluar nga viti 1981 deri në vitin 1991. Të kesh kaluar 16 nga 75 vitet e jetës në burg dhe të jesh privuar nga ajri i lirisë, nuk është diçka e vogël, është diçka e madhe. Dalja ime publike me 11 qershor 1998 tregoi se isha kundërshtar i politikave gjenocidale të Serbisë dhe ndodhi pak kohë pas masakrave serbe në Qerez, Nikoshan dhe Prekaz, ku humben jetën 83 njerëz, shumica prej tyre fëmijë, grade të moshuar, të pamatosur, të vrarë në shtëpitë e tyre. Kjo vrasje brutale shënon një pikë these të ndërgjegjes për një brez të tërë shqiptarësh. Çfarë më shtyri të ndërmarra këtë akt jashtëzakonisht të rrezikshëm për atë kohë? Robëria e gjatë, persekutimet, mbimet, dhunimet, burgimet e shumta dhe ekzekutimet e pandërprerja dhe vrasjet që shënuan gjithë shekullin 20. Këto akte mizore nuk më thyen, përkundrazi, me bënd të vendosur që drejtësia të mos thyhet mbi shpinën e tiranisë që përjetuam. Dashuria për jetën dhe lirinë me bëri ta marr këtë rol. Një njeri nuk zgjedh lehtë rezistencën, ai e zgjedh kur çdo derë tjetër drejt dinjitetit është e mbyllur.